Mirëmbrëma dhe mirë se vini në debat për një me për zgjedhjet nacionale të jashtëzakonshme 2026. Kuvendi i Kosovës i përcakton agjendat në bazë të konsultimeve të kryesisë së kuvendit edhe bën pjesë, në të bëjnë pjesë pra grupet parlamentare. E gjithë agenda që e shohim në secilën seancë plenare zakonisht kërkon paraprakisht edhe kryesinë e kuvendit të dakordohet, thënë shkurt, kur kryesia funksionon mirë, kuvendi është i qetë. Kur kryesia nuk funksionon apo funksionon keq, edhe kuvendi bëhet ashtu siç shpesh jemi mësuar me pa, me gjuhë shumë të ashpër edhe mos pajtime. Si do të organizohen shefat e grupeve parlamentare në legislaturën e ardhshme, a do të jenë të ashpër apo mund të presim një bashkëpunim konstruktiv mes tyre për çështje të ndryshme që kanë me qenë para parlamentit të ardhshëm. Këto tema do të diskutojmë me udhëheqësat e tanishëm të grupeve parlamentare, Arbriena Gavsin nga Lëvizja Vetëvendosje, Arian Tahiri nga PDK, Jehona Lushaku Sadriu nga LDK, edhe Besnik Tahiri nga AK. Pra, tema e parë, sonte është bashkëpunimi. Qysh do të bashkëpunojmë? Pa marrë parasysh kush fiton, duhet bashkëpunim në parlament, po du me fillu me juve zonja Nagavsi, qysh keni me i organizu bashkëpunimet mes grupeve parlamentare, nëse ju vazhdoni me qenë kryet e deputetëve të vetëvendosjes apo dikush tjetër? Për Lëvizjen e Vetëvendosjes edhe gjatë mandatit të kaluar, kur ne ishim shumicë në kuvend, por edhe në legislaturat paraprake ka qenë tetë e rëndësishme e para që të kontribuojmë në realizimin e agjendës të qeverisë, pra programin qeveritar, miratimin e ligjeve të cilat kanë marrë besimin e qytetarëve, sepse qeveria implementon programin qeverisës i cili del si rezultat i mbështetjes së qytetarëve. Në këtë pikë e para dhe më rëndësishmja ka qenë ajo. E dyta, gjithmonë si deputet të kuvendit, deputetet të grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, kam punuar në interes të qytetarëve dhe në interesin më të mirë të vendit. Në legislaturën e kaluar, ne kemi kaluar një numër tetë të rëndësishëm të projektligjeve, përfshi ndërto e fundi që hyri në fuqi dje ishte edhe projektligji për sigurimet shëndetësore dhe në secilin prej këtyre projektligjeve ne kemi pas pra në vëmendje që të arrihet shumica e nevojshme për tejkalimin e ligjeve. Më vjen shumë keq që disa projektligje të rëndësishme, siç ishin për shembull projektligji për luftimin kundër pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit, nuk kaluan, sikurse edhe marrëveshje tjera, sikurse edhe ligji për byron për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme, edhe një varg të marrëveshjeve ndërkombëtare, të cilat janë projektligje me interes të qytetarëve. Përkundër që ne me projektligje që është nevojitur shumica e thjesht i kemi kaluar, ka pas edhe projektligje për shkak të dinamikave që janë zhvilluar në legislaturën e fundit që nuk arritën të miratoheshin për shkak të bllokimit të partive opozitare, për shkak se u kriju një blok opozitar për të pamundsuar kalimin e këtyre qoftë marrëveshjeve ndërkombëtare, qoftë projektligjeve. Andaj e para dhe më rëndësishmja është që në legislaturën e ardhshme, krahas punës për implementimin e ligjeve të rëndësishme që do të vinë nga qeveria, të kalojnë edhe projektligje që kanë mbetur nga legislatura e kaluar. Faleminderit, Arian. Qysh menon me kontribun bashkëpunim? Qysh menon që ka me shku në të ardhmen bashkëpunimi? Jeta, faleminderit shumë, gjithashtu po du mi përshëndet edhe shefat e grupeve që kemë qenë paraprakisht, por çka është e rëndësishme me theksu është se me të vërtet veni jonë, Parlamenti i Kosovës, po edhe na që jemi si përfaqësues dhe akter politik, konsideroj që duhet me promovu një frymë bashkëpunuese dhe me pas gatishmërinë e bashkëpunimit, koordinimit, çdo herë në interes të vendit, në interes të institucioneve, se angazhimi jonë dhe misioni jonë pse jemi politik është që me bë më të mirën në interes të vendit dhe në interes të qytetarëve të Kosovës. Andaj është ajo që më pakta duhet më promovu, fryma bashkëpunuese, respektuese, mirëkuptuese. E kem dëshmu edhe si parti politike edhe në të kalumen, mirë po edhe në legislaturën e fundit, që kur është në pyetje interesi i vendit, e kem shpreh gatishmërinë për me dhënë mbështetjen,
edhe për rezolutën për të akuzuarit në Hagë, për çka po du mi falendëru të gjithë deputet që kanë dhënë mbështetje në mënyrë unanime, mirë po edhe të marrëveshjet e tjera ndërkombëtare që ka qenë në interes të institucioneve, në interes të vendit, Partia Demokratike e Kosovës i ka mbështetur në mënyrë unanime, po ashtu e kem ditë sfidën që e kem pasur me buxhetin dhe mungesën e kompetencës profesionale dhe angazhimit të qeverisë në kohë që me pru buxhetin, e kem votuar, kem mbështet zgjatimet buxhetore për muajin mars. Çka i bjen kjo? Kjo është për me mos me cenu likuiditetin e vendit, por me pos mundësi shteti ligjërisht me pagu pagat secilët sektori, edhe secilës administratë publike, mu pagu shpenzimet rrjedhëse edhe mos mu ndërprej për shkak që do të ishte një krizë e madhe, andaj si Parti Demokratike nuk e kem lënë me ndodh kjo fatkeqësi institucionale dhe e kem lënë mbështetjen tonë, po ashtu edhe te çështja e buxhetit, pavarësisht që ka qenë tërësisht i paprigaditur në mënyrë profesionale, kem ngrit zonën, i kem tematizu dhe i kem dhënë vërejtjet, i kem dhënë sugjerimet e tona profesionale se ku duhet me pas ndërhyrje profesionale në mënyrë që me ju përgjigj ministrive për shkak që ka ministri sot që buxheti aktual që është në fuqi janë me 0 euro. Pro kjo është mungesë e kompetencës profesionale, ti ke bën 20 ministri, po 4-5 ministri për tyne kanë buxhetin 0 euro. Po është në zgjatem të asaj të konstruktivitetit, bashkëpunimit edhe mbështetjes në interes të institucioneve dhe në interes të vendit. Faleminderit, Jehona. Qëre, bashkëpunimi në shtetet demokratike është i nënkuptueshëm edhe është parakusht për me qenë edhe pjesë e krejt politikës, ndërkohë që na tash po e çmojmë sepse ka pas parti për gjatë historisë së ndërtimit të shtetit Kosovës, të cilat kanë qenë absolutisht jo bashkëpunuese në bërjen e shtetit e pastaj edhe në funksionalitetin edhe funksionimin e tyre. Edhe sot kur po flasim është fushat, është tepër e rëndësishme me thënë që edhe ne sot kemi përgjegjësi publike se çka flasim në publik edhe ndaj partnerëve tonë me kusht që pastaj të vazhdohet bashkëpunimi. Dhe duhet me pa këto si jo prerje që pas zgjedhjeve fillon një jetë e re, është kontinuitet. Nëse jemi konstruktiv, duhet me qenë edhe tash gjatë fushatës, e jo me përdor propaganda dhe shprehje të ndryshme ndaj partive të cilat ishin në opozit. Prandaj, kjo është një thirrje emja direkte ndaj vetëvendosjes për mos përdorimin e fëmijëve në kampanja zgjedhore, edhe mos përdorimit të gjuhës së linçimit edhe të gjuhës së dëmshme ndaj opozitorëve, sepse ajo po na përcillet pastaj tek fëmijët edhe po bëhet si kulturë e sjelljes dhe kjo ka një peshë publike. E dyta, ne kemi qenë shumë konstruktiv, kemi pa asnjë marrëveshje me partinë qeverisë, kemi votuar të gjitha marrëveshjet ndërkombëtare, sepse kemi konsideruar që janë në dobi të Kosovës. Kemi miratuar edhe buxhetin edhe zgjatjet buxhetore duke kuptuar emergjencën, por nuk kemi pajtuar asnjëherë me intensitetin edhe sjelljen e projekt ligjeve pa kaluar procedurat e rregullta, duke ignoruar qytetarët, pa i përfshi qytetarët në diskutime publike. Krejt kjo e ka cënu rënd demokracinë e vendit tonë dhe për këtë nuk do të kemi kompromise. Kjo metodë duhet me u thënë që është e dëmshme për shtetin e Kosovës dhe kjo s'duhet me vazhdu. Prandaj nuk jemi bashkëpunues nëse dëmtohet cilësia e demokracisë. Jemi shumë bashkëpunues në frymën demokratike, me ule me dialogu dhe me zgjedh bashkarisht zgjidhje. Po përgjithësinë e kemi në bazë të përqindjeve që i kemi përfaqësimin ton politik. Faleminderit, Besnik. Faleminderit Jeta, përshëndetje për kolegët, sa i përket pozicionit politik në kuvend, secili subjekt politik, grup parlamentare ka rolin e vet. A jem në opozit dhe në nisje i kemi pas qëndrimet bukur të sakta që përgjatë rrugës i kemi mbajtur në sonë. E para, qëndrimi i grupit ka qenë që secilin marrëveshje ndërkombëtare pa dallim që ka benefite votojmë. Secilin ligj të sigurisë që vjen prej Ministrisë Mbrojtjes, Policisë, e kemi votu. Dhe janë disa ligje të cilat i kemi mbështetur. Në anën tjetër, po ashtu iniciativat që vinë prej neve si opozit, siç ka qenë rezoluta, pastaj rezoluta e LDK-s e kështu me radhë, kemi qenë bashkëpunues këtij. Por kemi qenë edhe jemi të qëndrueshëm sado që jemi në kuvend, që mos të mbështesim diçka që nuk ka lidhje me bashkëpunim. Pra, kur flasim për ligjet të cilat vinë pa procedurë, kuvendi i kaluar, ka qenë kuvendi i cili ka sjell ligje pa kurrë par procedure parlamentare, secili ligj, secila iniciativë, secila politikë publike, or me procedurë shpejtuame, që shpejt votu.
çfarë baze me të votuar e ty kur ti domosdoshmë nuk e përcjell procedurën parlamentare. Në anën tjetër, ne jemi parti ndryshme dhe jemi funksione ndryshme. Duke qenë në funksionin e opozitës, të e mban atë pozicion, pa në nuk jem antar vetëvendosjes. Ajo që ka ndodhur në kalumin e që nuk duhet me ndodh, është praktika e cila ka qenë për mendimin tim praktik e kontrabandimit ligjit përmes procedurës shpejt pa konsultim paraprak. Ka pas momente kur na ka ardhur agenda e u thonë ora Simon 8:30 e ora ka qenë 8:45. Çfarë bashkëpunimi ki aty? Pra, këto pika do t'i ruajmë qëndrimet tona politike si parti, po do ta ballafaqojmë me gjithçka që kemi qeverinë cila do që tjetë aty. Faleminderit, tema e dytë do tjetë pikat kryesore të debatit, por replikën mas pari. Arbria, pastaj Ariani. Kështu, e para, propaganda është me folje dhe çështje pa asnjë argument. Kur akuzon dikon që është parti jo bashkëpunuese, duhet me tregu pse është jo bashkëpunuese. Nëse i referohesh reagimeve ose kundërshtimeve të lëvizjes vetëvendosje, historikisht sa kemi qenë në kuvend, janë 3 marrëveshje që vetëvendosja i ka kundërshtu, edhe brenda në kuvend edhe jashtë vendit. Marrëveshja për zajednicën, që ju e keni nënshkru, e keni votu, marrëveshja për demarkacionin dhe marrëveshja për gjykatën speciale. Në pikat e tjera, vetëvendosja për projektet me interes për vendin kanë qenë gjithmonë, nuk ka marrëveshje tjera që nuk i ka vendosë krejt kauzat që ju i përmendet të trija, jo që i keni pranu, po i keni avancu. Marrëveshja për zajednicën ka shku me marrëveshje e lërë me përfundu ta e fjallën mas. Është dy fyshimi saj, kur marrëveshje ma dëmshme historike Kosova s'ka se marrëveshjen e Ohrit. Dhe kjo është avancim i asaj që ju po i referoni. A e përcjell pak se si zhvillon ngjanjat apo vetëm flet? Jo, unë flas absolutisht shumë kujdesshëm. A e përcjell pak, a je kujdesshme apo për më shumë se sa çash. Vjen shumë keq me qenë politologe edhe me fol kështu, kjo ose tregon një tendencë me thonë gjana që nuk i beson as vet, ose nuk e kupton si duhet ose sa analizon si duhet. Ç'a besoj unë? Unë po flas. Unë po referohem në diskutimin. Arbriet, mos e ndërhyj as kjo ty as ajo ty. 30 sekondat ai përfundove. Po, unë i përfundova. 3 marrëveshjet janë shumë edhe të pranume edhe të avancume. Arian, ku ajote? Po du më lidhë të fjolla e zonis Nagovci që tha ka pos blokem prej subjekteve opozitore, po du me pyet cilën marrëveshje ka bloku Partia Demokratike ose cilën marrëveshje kanë bloku partitë opozitore dhe ku kanë qenë penguese, bllokuese subjektet opozitore në legislaturën e fundit. Kështu, në raport edhe me ato që përmendi edhe zoti Tahiri, është vërtet që ka pas ligje që kanë ardhur me procedurë të përshpejtuar dhe ju e dini se na janë dash 2/3 të deputetëve të pranishëm në sallë për të kaluar ato marrëveshje. Njëra nga ato edhe projekt ligje. Dhe kjo ka ndodhur, duhet mos bëhemi se nuk e dim çfarë situate kemi qenë. Ne kemi pas një vit që kuvendi ka qenë jo funksional për shkak të bllokadës që kanë kriju partitë opozitore. Njëri nga ligjet e fundit që nuk u miratu ishte ligji për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit. Përveç që është një ligj tetë i rëndësishëm, kjo e pamundson Kosovën që të bëhet pjesë e SEPA-s dhe ja humb 55 milion euro për çdo vit që të Kosovës. Tash e Arianit, mos e ndërhyj. Dy çështje. E para, në çdo herë po e promovon bllokues, subjektet opozitore bllokuese, e dina rrethonën se çfarë rrethona kemi qenë. Kemi qenë rrethon krejt s'është normale. Rrethonën jo normale keni bojë jo. Ju jeni konë ata që në vazhdimsi në shku të prodhu kriza. Pse nuk e keni zgjedhur kryetorin e kuvendit? Pse keni bërë drama 37 herë, 40 herë me Albulena Haxhiun, herën e fundit e qitni Dimal Boshën? Pse se keni qitë herën e 2 Dimal Boshën ose dikën tjetër? Ju e keni prodhu dhe e keni pru situatën cilën ka qenë. Pyetja tjetër. Parandalimin e parave, terrorizmin? Qysh është e mëndshme një ligj kaq të rëndësishëm me pru në procedurë përshpejtume? Pse mos me pos diskutim publik? Pse mos mu trajtu në afat kohor brenda mundësive qysh parashihet me ligje dhe me rregullore. Pse se cilën ligj të rëndësishëm duhet me e pru në afat përshpejtum për 2 ditë me u miratu ligji. Jo më duhet me u njoftu opinioni, duhet me pos diskutim publik. Pro, çka kem kërku? Kem kërku çështje angazhim profesional. Lëvizja vetëvendosje as nuk bën drama e as nuk krijon skenar. Ne jemi gjithmonë transparent, të hapur edhe të qartë në qëndrimet tona. Zonja Albulena Haxhiu, të cilin një vit nuk e votuat në kuvend, e votuat pas një viti. Pra, edhe sot që flasim, zonja Haxhiu është ushtruese e detyrës së kryetares së kuvendit. Ju është dashur bllokim 1 vjeçar që të vinë përsëri në të njëjtën situatë. Arsyeja pse ligjet kanë ardhur me procedurë të përshpejtuar është sepse shteti nuk mund të mbahet në bllokadë.
edhe sot që flasim, ne kemi një qeveri në detyrë që merr vendime për interes të qytetarëve. Dhe në këtë pikë Shumica e projekt ligjeve kanë qenë projekt ligje që janë rikthy. Koha. Ligjin për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme 3 vjet e keni vonu. Okej. 2 herë e keni dërguar në gjykatë kushtetuese. Dy çështje. Albolena Haxhiu na nuk e kena votu as paraprakisht, as tash që është kryetore e kuvendit. Po flas që është. Me ndryshu keni ndryshu jo. Jo nuk e keni votu nën kryetorin e listës sërbe, në legislaturën paraproke, ndërsa në legislaturën e fundit e keni votu. Ka 2 duri keni shu, pro keni ndryshu jo. Keni bërë shumë politik me listën sërbe. Ndërsa nuk është që s'keni pos koordinim. Flosëm edhe për koordinim. Çdo projekt ligj që keni blloku keni qenë bashkë. Ishte përfundoj. LDK-ja, AK-ja dhe lista. Ishte përfundoj. Okej, edhe për këto kush ka qenë bashkë, shumë korrektësi. Edhe për këto flosëm. Ndërsa sa i përket pse keni qenë gjykatë kushtetuese. Është jo keq, ju keni gabu. Ju do të më turpnu. Nëse bën ligj, Po, nëse bën ligj që është kundërshtim me kushtetutën, është mungesë e kompetencës profesionale edhe është tendencë me abuzu me e thy kushtetutën. Kjo i bje, sikur kur e nxan hojnin, me jorë të morë ati që e ka lajmëru hojnin. E jo ai që po do me villë. Do bëne ligjin për puthje me gjykatën kushtetuese. Bire droftin që ta ka dhënë gjykata kushtetuese edhe na e pak të ndëgjojmë edhe tjerë. Faleminderit për një ligj që është koha Arjan, Besniku pastaj Jona. Po e keni vënë 3 vjet, po ajo veç vënim. Pa u miratu është e pamundur. 30 sekunda dhe tu Besnik Urna. Kështu. E para, qeveria në detyrë nuk është ka merë kurfar vendimesh për popullin e Kosovës, është ka merë vendime elektorale. Besnik. Këto vendime elektorale, këto vendime, veç pa, këto fonde që mas 5 vjetë, po merë vendime shkurt edhe shqip elektorale për mes paras publike me ndiku drejt për drejt e shtari Kosovës. E dyta, ligjet me procedurë shpërshpejtume i keni pru për shkak se ai kuvend ka fillu punën mrapsht edhe u përfundoi mrapsht. Qëllimi ka qenë shumë i thjeshtë. Me na vendos para një aktit krym, mos me mujt me gjetë një president unifikues. Dhe keni pas një proces për president i cili ka qenë forcë totale. Tjetra, sa i përket qëndrimit aleancës. Aleanca ta ka votu ligjin për sigurime shëndetësore. Ne kemi votu në 2 leximet, janë në 2 lexim. Po problemi është që ligji për sigurime shëndetësore asnjë efekt nuk e ka në terren, mas 5 vjetë po vjen dhe po zbatohet. Kjo nuk ka asnjë lidhje me një konsistencë qëndrueshmërisë. Unë mendoj që në këto zgjedhje që po vim, edhe që i shoh bukur problematike, një ndër temat kryesore ka me qenë, a keni me hjek ju dorë prej kapjes së 3 institucione. Kjo është pyetja hipotetike. Dhe mbi këtë pyetje, i vjen qytetarit një përgjigje. Arbria. Pra, vendimet që po mirën në lidhje i fundi që u mor nga qeveria mbrëm, ka të bëjë me fondin për sigurime shëndetësore. Përfundimisht në këtë kuvend e miratuam ligjin për sigurime shëndetësore, një projekt ligj i munguar që sa vite të jeti domosdoshëm dhe i rëndësishëm për qytetarët dhe përfundimisht do të rregullohet kjo çështje për qytetarët e Kosovës. Unë besoj që s'keni dilemë që kjo është për interes të qytetarëve. E para, e dyta, sa i përket çfarë efekti ka miratua ka hyrë në fuqi. Po ligji ka qenë 7 herë ka qenë ligji për sigurime shëndetësore, 7 herë ka qenë në agjendën legislative në 5 vjet e kaluara. Ju lutem, qytetarët e Kosovës, po unë s'e keshën çka. Ju lutem. Kam respekt. Po edhe unë po kam respekt. Ju e dini, ligji ka hyrë në fuqi me 23 prill të vitit 2026 në legislaturën e 10. Dje është finalizu, ka hyrë në gazetë, është publikuar në gazetë zyrtare dhe tashmë është i finalizuar dhe në zbatim. Sa viteve pas blokadës si shumë të tjera që po i blokani. Por përfundimisht... Mërë se kemë blokuna a i lishmiratuat me 61 vota, po bjenë në kundërshtim me fjallën tonë për shkak se ne kemë votu 2 herë. Jo e dini Besnik si është keqë. Më ty po thu ne kemë votu, e unë e po thu ma herët tha ju e keni votu. Ka hy në votu, është votu me 23 prill të vitit 2026. Koha e Jehonës 3 sekundat e saj. Dhe jo vetëm kjo, po shumica prej 10 projekteve tjera të rëndësishme.
insistoj, zona Arbrie, insistoj që më bazu në fakte, e pa asnjë fakt konkludon që partitë opozitare e kanë bllokuar shtetin. Ndërkohë që këta i kanë 51%, e kanë shumicën e nevojshme të thjesht në kuvendin e Kosovës, edhe kanë mujt shumë çka me prodhu në kuvend. Po për blokada, për asnjë ligj të dobishëm për Kosovën, se kemi bloku, i kemi votu, por nuk ka pas as tendencë me dialogu paraprakisht me ta. Ndërkohë që e përmendi ligjin për konfiskim të pasurisë, LDK-ja, ai ka qenë projekti joni, hiç pa pas vetëvendosje. Okej, në rregull është marrë, absolutisht. Jo, duhet me shku mbrapa dhe me pa. Ka qenë projekti joni e kena votu të dy herat në Veç pak. Absolutisht, kjo është projekti LDK-s. Kjo është projekti LDK-s, veç shko pak në histori dhe... Po, ajo te kaloj, 30 sekundat e tu, Arbrie. Zonja Lushaku është mirë, kur flitni Lushaku edhe një herë, pra është rëndësishme që kur flitni t'i referoni fakteve. Ju mund të vazhdoni t'i përsëritni... Nuk do me thonë që ti nuk e dini nuk është fakt. Apo përsëritni gjërat. Mos se ti drejtën absolute për me interpretu këtu se ke. Do me thonë se cili e jep. Ju mundeni me... Mirë, Jona, mos indërhy njëjtë siç mos indërhy ti Arbrie. Kurdo që ti jesh e gatshme, mund të vazhdoj të diskutoj. Nëse ju vazhdoni t'i thuani të njëjta gjëra, dhe pse nuk janë ashtu, nuk do të thotë që ato bën të vërteta. Ndoshta filloni t'i besoni ju personalisht, por ajo nuk bëhet e vërtetë. Dy gjëra. E para, ligji për byron për konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme është dërguar 2 herë në gjykatën kushtetuese, ka 3 vjet që është vënë, ndërkohë që ne kemi 3 vendime të komisionit, 3 raporte të komisionit të Venecias, dhe i fundit madje është lavdërues ndaj Kosovës që i ka marrë përbazë të gjitha rekomandimet. Nuk ka kalu në leximin e dytë, sepse nuk e keni votuar, edhe ju vetë nuk e keni votuar në kuvend. Zoj ligji nuk është i miratun, sepse nuk e keni votu në kuvend. I ke qenë atë, nuk e ki ngrit dorë dhe nuk e ki votu. Do shta ki harru, po me votu s'ka ki votu. Qka jetu thonë 30 sekundat e... Unë jam të thonë që ato që është të vërtet. Këtheju edhe një herë transkriptave të votu. Pozicionet, Arjan? Po, jetë, po du më u këthy të çështja e listës sërbe. Me arsye, është bon vazhdimsi politik me listën sërbe. Këta janë me listën sërbe, ata janë kundër listës sërbe, ta mërmenja me do patriotë atratore. Po, këta që kanë bo atë shumë politik me listën sërbe, 2 pyetje konkrete i kanë për zonin Agovcin. E keni votu nën kryetorin e listës sërbe? Dhe dyta, a jeni koordinu me listën sërbe për ligjin e shtetësisë? A mund të me marrë fjallën? Po. Me listën serbe, e vërteta është që në seancat e kuvendit, në legislaturën e djetë, ku keni qenë edhe ju, edhe unë, edhe se cili prej nash deputet, në projekt ligje që ne kemi tentu t'i kalajmë, projekt ligje me interes të qytetarëve, PDK-ja, LDK-ja, AK-ja, deputetet e listës serbe kanë qenë të gjithë bashkë në votim. Ashtë në dëgjova, pyetje konkrete. Nuk po du me po politik, po du me folë konkretisht. E keni votu nën kryetorin e listës sërbe, a keni koordinu me listën sërbe për ligjin e shtetësisë. Nuk i nevoj me e bo zhurmusin, kemi qenë bashkë në kuvend. Pra, në projekt ligje që i kemi sjell, PDK, LDK, AK, lista serbe, kanë qenë të gjithë deputetët të mobilizuar në qëndrim në kuvend dhe keni votu kundër të gjitha këtyre projekt ligjave. I fundi që e përmenda, dhe më thonë, edhe projekt ligjin për byron për konfiskimin e pasurisë. Se s'ka kalu ligji për byron e pasurisë pa justifikueshme, për shkak që nuk pe beni droftin e gjykatës kushtetuese. Ta përmenda, jo nuk është të vërtet, nuk është të vërtet, nuk është të vërtet, bere droftin, bere droftin e gjykatës kushtetuese ta votojna. Problem, për vetëm e keni bloku se jeni bashkë me bloku. Publikisht, jom deklaru, publikisht jam deklaru për me mbështet, u deklaru zëtë Tahirit publikisht, është deklaru deputet Partisë Demokratike që mbështetë ligjin për byron. Arjan, ki nevoj me folë publikisht.
kthehu transkriptave të kuvendit. kena votu Te i kundër, votimi, nuk kena votu edhe kundër, ishen kena vota. apo A bërë e ka fjallën Dy pyetje konkrete. Mirë, Me shumë respekt. Dy pyetje konkrete. Çka ekipi i përgjigjes? Mos më përgjigj. Ja. S'ka. Zdalën në Çka kësaj për më përgjigj. Edhe A pete kuvendi. përsëriti. A keni votu nën kryetorin e listës Mos po sërbe? përgjigje se A jeni por. koordinu Po mos se na çatoj në akon Arjan. me listën sërbe? Arjan na çatoj në akon, do mund kanë votue. E vërteta është që si Kuvendi lëvizjeve të vendosje, si që thash, qëndrimet i kemi pas publike. Unë personalisht, si shefe e grupit parlamentar, dhe deputetet e grupit parlamentar, të lëvizjes dhe të vendosje, nuk kam pas asë një koordinim me askën nga lista si. A keni votu nën kryetorin e listës Tash, që sërbe? po të përgjigj në radhën të dyja, me qenë se po donë me bo intervistu si një amal të rolin jetës, po përgjigj. E vërteta është që asë një koordinim të vetëm, Po votim asë ka një pas. gjys koordinimit të vetëm nuk ka pas në mes të grupit parlamentar të lëvizjes dhe meje, sekretari i grupit parlamentar me listën. Bisedat para proke, E para, akusore, e dyta, a janë koordinim që ato? e dyta, A janë koordinim? ligji për Zdravo me ato. i cili është votuar. Tash mos ka lapi një temë në temë. Po thu s'ka pos koordinim. Po japi Po përgjigje. ta vë argumentin që pas ka pos Jo, koordinim. Falë, nuk më nejtë në këtë Faleminderit. debat që s'po përgjigj. Okej. Po, ja, do të Koha jote. përgjigje. Do të më përgjigj. Po falë bre, ti duhesh me thonë, ti as po dem as qysh me kallëzu, po vjen shumë keq. Kryesit kuvendit kena fol, apo doni me ditë të vërtetën se mos Apo prej arbris. Unë kisha Uje të vërtetën pas lutem. pak respekt. Po, unë e respekt, Në po, momentin që me e leja keni votuar, po, po, jo, se po i sillesh, po, Ka pas falë, unë asnjë do të më të koordinim, përgjigj te byroja. Se i- më falë. asnjë koordinim Dëgjom, Zoja me Nagovci. listën serbe e Zoja para. Nagovci, E je- dyta, dëgjom. kryesia e Zoja kuvendit Nagovci, është votuar Zoja në Nagovci. paket, ashtu si ka Zoja qenë në Nagovci. Okej. Tu senet janë bukur të thjeshta, mos nuk kem nevojë me mjegullu. Ju e keni votue nën kryetarin e listës sërbe, në paket e keni qu durën si mja mirë, pa asnjë çështje dhe ditën e mirë. Po kry kjo punë. Absolutisht, kjo punë. Po ç'është kjo temë? Nuk e kam këtë temë. Tema jam. Okej, tema është jote? kjo, byroja, po flet për byron. Unë e kam votu byron komision, për legislacion, në ne. Në ndë, i kom thonë kryeministrit Kosovës, unë jam i pari që më hetohet pasunia, edhe unë nuk o që s'kam pasuni. Ti e i dyti, le të hetohet pasunia. E të shohemi që shosht. E treta, këtë legjë e keni pru pa i përfshi elementet kyçe që kanë qenë të konkluzioneve gjykatës kushtetuese dhe rrjedhimisht në momentin që ky ligj të ishte miratu, se ne kem votu për ligjin në votim të parë. Në momentin që kish ardhur në votim të dytë, a i kishra se ka pas provizione dhe nene antikushtetuese, të cilat po dëne me i këthynë në një përsekutim të njerëzve të fillu prej investimeve të njerëzve që në diaspor, e dejt të cili zyrtar, e se cili transakcion që ndodh mes një zyrtari publik edhe një njëri është. Aty ka probleme serioze. Dhe e funit, që po e thëmë këtim, tek bashkëpunimi po të kthejna prapë. Nuk ka pas bashkëpunim nga ona juve. Vjen shumë keq. Kur farë kërkese për asni bashkëpunim, asni kompromis të vetëm nuk ka qenë këtë kuvend. Ka qenë një qasje autoritare e cila ka pas një synim na me hin agent juve dhe normal që na nuk hin agent juve. Faleminderit. Arbrije. E para, për më përgjegjë, duhet me mlon me përgjegjë, mos më bo zhurmë këto. Pas konstituimit të kuvendit dhe votimit të zënjës Haxheu si kryetare e kuvendit, është vërtet që kryesia nën kryetaret janë votuar në paket. Është votu zonja Qitaku, zoti Kujtim Shala, edhe kandidati i listës serbe. Në paket prej të gjithëve, edhe prej LDK-s, edhe prej PDK-s, edhe prej të gjithëve deputetëve. Pra bashkë në një paket. Vlora Qitaku, Kujtim Shala, lista serbe. E kanë votu të gjithë deputetet e kuvendit të Kosovës. Ju keni bo politik, nuk i bunë. Zotit Tahiri, sa i përket byros Zotit Tahiri, në lidhje me byron. Kundërshtimet, me atë sa kemi bisedu, kanë qenë në raport të afatit të përshpejtuar. Komisioni Venecias e ka dhënë raportin vlerësues dhe ka lavdëru Kosovën. Nuk ka asnjë nën antikushtetues. Ne kemi posur në komision. Nuk ka asnjë nën antikushtetues. Komentet që kanë qenë antikushtetues. Njerëzit i kanë pa kryesisht debatet që i keni zhvillu dhe i tash. Tash po du për programin e SSL Parti, po du si përfaqësues të grupeve parlamentare edhe njerëzve shumë lartë në listën e partive t'juja, me na kallëzu pikat kryesore të programit, po nisim kësa herë prej ati që herën ishte i fundit, Besnik, fjala jote. Faleminderit Jeta. Programi joni ka 3 shtylla, të cilat për vlerësimin ton
janë probleme thelbësore sot që i ka vendi. E para lidhet me sigurin. Në aspekti i sigurisë të tëtë i gjeneron realisht atë bazën themelore dhe për dy shtylla tjera që është energjia dhe zhvillimi. Kur flasim për siguri, tema kryesore për ne është përshpejtimi dhe antarësimi i Kosovës direkt në NATO. Për shkak se mendojmë që një politikë publike që do të përfshinte Kosovën në antarësim të NATO, do të përmbyllte problemin e madh që e kemi dhe do të mundësonte të gjitha aspektet tjera zhvillimore në vend. Çështja e dytë dhe për mendimin tim më kryesorja është energjia. Nëse ka një subjekt politik i cili ka evidencë që energjinë ka pas prioritet, është Aleanca. Ne kemi qenë ata që kemi nisë projektin Kosova e re me 2100 MW. Ne kemi qenë ata që e kemi lënë në qeveri 2 projektet mëdha, investimin me Kontron Global në investimin në termoelektrana, si dhe investimin tjetër, projektin e gazit amerikan, LNG, i cili ka qenë i sakt i përcaktuar. Pra, gypat përmes traseve që janë të gatshme, termocentrali i gazit në Ferizaj dhe pastaj gasifikimi i zonave urbane. Me këtë do të parandalonim tregtin dhe varësinë e Kosovës në aspektin e energjisë, po në anën tjetër shkojmë te shtylla e tretë, do të prodhonim projekte konkrete zhvillimore të cilat varet drejt për drejt nga energjia. Kur flasim për zhvillim, flasim 2 pika kryesore. Kosova nuk ka deti, ka bjeshk, ka kapacitetet vete, të cilat janë plotësisht të pazbatueshme, fol politikave plotësisht gabueshme të kësaj qeverie që janë politika të majta përmes kontrollit të shtetit dhe jo krijimin e shtetit si katalizator i zhvillimit. Tash koha jote e hon. Faleminderit. LDK-ja ka paraqitur një program i cili mbështetet në disa shtylla e para së gjithash mbështetet në sfidat kryesore që i kanë qytetarët, duke marrë parasysh krejt krizat ekonomike që i ka qytetari i Kosovës, është shtrejtu kostoja jetës, ne do të bëjmë një intervenim të menjëhershëm në uljen e kostos së energjisë elektrike dhe rritjen e kapaciteteve të energjisë së ripërtrishme dhe prodhimit të energjisë, në kuptimin që nga njëra anë do të bëjmë një moratorium të çmimeve për 3 vitet e ardhshme, do të ulim të vëshën, do të heqim faktikisht dhe do të bëjmë një intervenim duke rritur pagat 150 koeficientin. Ne njëkohësisht do të bëjmë një intervenim duke rritur 50% të pensioneve. Në ndërkohë do të bëjmë intervenime të tjera të cilat do të lehtësojnë edhe punësimin e të rijve, do të bëjmë një subvencionim prej 500 eurove për të gjithë sektorin privat që do të punësojnë të rinjt e posa diplomuar deri në moshën 25 vjeçare. Pastaj e kemi tepër të rëndësishme sektorin e arsimit, do të investojmë në dije në kuptimin që do të marrim reforma për realizimin e mësimit rreditor, sepse fëmijëve duhet me ja u rregullu dhe cilësinë e arsimit dhe duhet të investojmë në ndërtimin e 80 qerdheve, të cilat janë të nevojshme për secilën komunë, nuk do të ketë komuna në qeverisjen tonë që nuk kanë qerdhe publike dhe do të realizohen nga 20 qerdhe ndërtime të reja në secilën në vend. Do të investojmë në arsimin profesional, duke rritur numrin e marrëveshjeve edhe duke ja mundësu shkollave profesionale të lidhen me industrinë dhe tregun. Do të investojmë në shëndetësi, sepse shëndetësia mbetet njëri prej preokupimeve tona kryesore. Aty ka nevojë para së gjithash një investime kapitale, në kuptimin që do të ndërtojmë një QKU të re, një spital për gjithë Kosovën në regionin e Gollakut dhe do të ndërtojmë spitalin e Prishtinës. Këto 2 fokuse do të shkarkojnë dhe do të rrisin efikasitetin e shërbimeve shëndetësore. Faleminderit, Arjan, koha jote. Plan programi i Partisë Demokratike të Kosovës është i drejtuar në këndvështrimin që të përgjigjet sfidave aktuale, krizës aktuale. Qytetarët e Republikës së Kosovës janë të lodhur prej krizës të vazhdueshme, qytetarët e Republikës së Kosovës janë të lodhur prej inflacionit të vazhdueshëm, veç në muajin paraprak inflacioni shkon mbi 7%, por janë gjitha këto shqetësime evidente me të cilat patjetër që duhet ndërhyet dhe të përgjigjemi. Andaj buxheti dhe plan programi i Partisë Demokratike është në drejtimin që të përgjigjet projekteve fillimisht infrastrukturore, projekteve të mëdha kapitale, rrugë, autostrada, liçene, diga, të energjia e ripërtritshme, mandej termocentralin e ri, si nevojë e kohës së domosdoshme,
të ndërprehet gjithashtu abuzimi me paro publike përmes sektorit të energjisë, ku e dim që fituese vazhdueshme është mafia energjetike dhe tashmë jemi të njohur gjithë për aferat e vazhdueshme korruptive, abuzuese që janë duke ndodhur në këtë sektor, po ashtu do të ketë investime në dhe trajtim të veçantë sektorit të arsimit, edhe ngritjen e kapaciteteve infrastrukturore, mirë po edhe në ngritjen e kapaciteteve profesionale. Sektori i shëndetësisë është në regres të vazhdueshëm, andaj do të jetë pjesë e rëndësishme patjetër shëndetësia, në sektori i mirëqenies, mbështetje përmes politikave fiskale dhe sociale, sidomos kategorive të cilat kanë më së shumti nevojë, skema sociale të vazhdueshme, jo mbështetja njëhershme që je mësu tash e zakonisht në praktikë zgjedhjeve, praktikë e gabueshme, praktikë që po e varfënon dhe po e degradon dinjitetin e qytetarëve të Republikës së Kosovës, andaj kësaj do t'i përgjigjem me politikat merrthellta të vazhdueshme, mbështetjen që ta mbështesëm familjen, të mbështesëm qytetarët të karshi varfënisë me cilën janë duke u ballafaquar në vazhdimsi. Buxheti do të jetë i drejtuar në këndvështrim të projekteve zhvillimore dhe kapitale ku do të ndryshohet sepse Kosovën e ka marrë molli realisht për projektet mëdha kapitale kohën që kanë qenë paraprakisht. Kem prit që kanë me bë sepse në ardh me shumë fjalë e me shumë premtime, po e kem pasur që prej ditës parë kur janë për shtet, kanë prodhuar veç drama e kriza, nuk kanë bë asnjë projekt, nuk punën asnjë projekt sot mas 6 vjetë me përmend rëndësishëm kapital që e ka bën këtë vend. Arbrie, ku ajote? Faleminderit shumë. Sikur se e dinë qytetarët e Republikës Kosovës, mandati i kaluar ishte i qeverisë Kurti ishte një mandat ku u ndje dora e shtetit në secilën familje për të gjithë. Pra, ne filluam një mbështetje të plotë për të gjithë fëmijët e Republikës së Kosovës, për të gjitha nënat lehona, për pensionistët, për punëtorët shëndetësor të arsimit dhe për të gjithë. Të gjitha këto masa do të vazhdojnë të implementohen edhe në qeverinë Kurti 4. Bujqësia u mbështet si interes strategjik kombëtar, rendi dhe ligji ushtri në çdo cep të Republikës së Kosovës, si në jug, ashtu edhe në veri, u investua për ushtrinë më shumë se asnjëherë tjetër dhe të gjitha këto do të vazhdojnë të implementohen e të vazhdojnë si politika të qeverisë Kurti 4. Për te i kësaj, mandati i ri do të jetë një mandat ku do të nisë një transformim rrënjësor dhe më i madh ekonomik e industrial në Republikën e Kosovës. 4 hekurudha të reja, 5 diga me një investim mbi 400 milion euro, 20 stadiume anë mbanë Kosovës me investime në 250 milion euro, një shtet që do t'i lidh rajonet shqiptare dhe do të ndërlidh ekonominë dhe infrastrukturën me vendet tjera të rrethuara me shqiptar, por edhe me Evropën dhe natyrisht programe të shumta të cilat janë me interes për zhvillimin e vendit. Do të filloj me programin Gjenerata për Gjenerat, duke mbështetur edhe me tutje pensionistët, gjyshërit dhe gjyshet që kujdesen për fëmijët e tyre. Do të vazhdojmë mbështetja për studentët, është më e madhja që ka qenë ndonjëherë, kemi ndarë 20 milion euro për studentët dhe nëse krahasohet me vitet e kaluara kur ka qenë më pak se 2 milion euro për 17 vite, kjo është një transformim i jashtëzakonshëm, por do të vazhdojmë dhe do ta dyfishojmë këtë shumë, do të dyfishojmë shtesat e fëmijëve, do të vazhdojmë me rritjen e pensioneve dhe përmirësimin e skemës pensionale në Kosovë, natyrisht në energjetik do të vazhdojnë investimi më i madh që ka ndodhur ndonjëherë dhe që do të sjellë përmirësimin e sistemit energjetik të Kosovës, do të investojmë në minjera, në Trepç veçmas dhe sigurisht programet për mërgatën tonë me fonde dhe mundësi për investimin e tyre në Kosovë. Faleminderit, Besnik. Një pyetje. Qysh morët me besu qytetari i Kosovës këtij zotimi programor, elektoral, për 4 hekurudha, kur 4 rrugë kryesore nuk janë përfundu. Je nga Gjakova. Rruga Prishtinë, Gjakov, Doll Gjakov, 5 vjet u met pa u përfundu. Rruga për Podujev, rruga për Gjilan, autostrada e Gjilanit. Qysh me besu ndërtimin e hekurudhave, qysh me besu investimet në bujqësi, kur udhëzimi administrativ që janë diskutim publik është më diskriminuesi për fermerët e Kosovës. A këto zotime janë zotime të paralizueshme. Premtimet e kësaj qeverie, një fjali, ish dasht me konë, premtimi kryesor i kësaj qeverie dasht me konë me mujt me i krye që të punë si ka krye që 5 vjet. Faleminderit, Arbrie. Zoti Tahiri, qytetarët do t'i besojnë qeverisë Kurti, kryeministrit Kurti, sepse do të na masin me punën tonë. Nëse ju rikthehesh premtimeve të lëvizjes në vitin 2021, i kemi realizuar secilën një nga një. Dhe të njëjta do t'i realizojnë edhe në këtë mandat. Rruga për Gjakov.
Dhe se cila prej rrugëve tjera, Besnik, rruga për Gjakov. Rruga autostrada e Gjilanit. Mi këthem 30 sekonda, duhet me ja përgjigje. Dhe na mja kësi përgjigjen për rrugën për Gjakovën. Qa ka ndodhë me rrugën për Gjakov? E shtregon për mujtë për Gjilanit dhe për Gjakov edhe për urën e Vranidollit në regullim. Qytetarët gjithmonë na kanë matë me premtimet tona, të cilat i kemi premtuar dhe kemi realizuar. Njëjtë keni folë edhe kur kemi premtu për shtesat për fëmijëve dhe për shtesat për Nana Leona dhe gjithçka tjetër. Rruga për Gjakov. Rruga për Gjakov është një rrugë e cila, sikurse shumica e projekteve tjera, për shkak të keqpërdorimeve, abuzimeve, janë nisë mbrapsht edhe keq. Dhe kjo rrugë do të përfundohet, Besnik. Po që 5 vjet. Do të përfundohet. Dhe për te asaj, nëse po flasim për Gjakovën, kryeministri sot në Gjakov po me ditë për Gjilan. Po doni me bëhe kurula, për Gjakov, për Gjilan, për Gjakov, për Gjilan. Pikërisht kështu folet parashtetarët e Kosovës. E përgjithësi, duke ndajt pas premtimeve tona. Një program i thjesht, një program normal, një program i sinqert, kishte me qenë me thonë për 2 vjet do ta përfundojmë rrugën. Do ta përfundojmë rrugën. Arbrije, me siguri edhe a bën me marr vitin. Se me siguri edhe votuesit janë të interesuar. Vitin kur kryhet rruga për Gjakov? Kur? Qytetarët e dinë. Keqpërdorimet e shumta që kanë ndodhur. Tash, kur kryhet tash? Ko me i përmirësu. 4 vite tash. Kjo rrugë do të rregullohet do të finalizohet suksesshëm në fillim të mandatit të radhës, sepse sikurse i dinë Besniku, puna aty po vazhdon me intensitet të fillimi ananidot. Besnik, ti din sa shumë ka pas aty keqpërdorime. Ka pos këtë keqpërdorime, krete ke pos buxhetin, e kanë tërhiq buxhetin. Mo bre ju lutem, po ju e dini veç për Gjilan. Po jo mëra shumë e vërtet. Faleminderit ko Arionit dhe Stajonës. Nuk për keqpërdorimet e abuzimet. Jo dosh më lutëm t'ja u lut fjallën. Me i thonë shtetarit Kosovës, po bëj hekurulla, nëse ke përfundu, po lema në mësë bënë hajgore, po kjo është hajgore. O shikur me thonë, po shkujna në hajgore. Fjalla është e Arionit. Sot është me i thonë shtetarit Kosovës, po bëjna hekurulla për Shqipni, është si me shku në Albin Kuri do të shkojnë në honë, edhe shumë shpejt. Nuk bëjmë hajgore. Ne jemi serios. Edhe ne bëj premtimet tona. Lutëm, lem t'ja përgjën Arionit. Serios edhe nuk bëjmë hajgore. Faleminderit Arbrije. Këtë debat Arioni pas Stajona. I përmeni fëmijet. E përmeni edhe Renin edhe ligjin. Shumë mirë. Për të dyat i ka një pyetje. Ku janë 160 qerdhe? Keni folë për 160 qerdhe. Ku janë? Për Renin edhe ligjin. Shumë për sovranitetit, forcimit, të integritetit, territorit të Kosovës në secilën pjesë. Jam krenor që Partia Demokratike e Kosovës e ka vendosur edhe pikën 1 edhe 31. Edhe ka pas angazhim të vazhdueshëm prej gjithëve secilës qeveri që më ushtri edhe më forcu sovranitetin edhe integritetin. Qa për dytën çka? Po, edhe po të morta ja. Po 3 sekonda ka Po pse keni lënë Radon Qiqin me ka dal dole në kohë me keni po me drën 20 kilometra me shku në Serbi. Pse se keni në zonë? Faleminderit. Përgjigje. Pyetja për qertë. Po. Qeveria Kurti D ka investuar në ndërtimin e kopshteve dhe qerdheve 42 milion euro. 17 vite për para janë investu më pak se 2 milion euro. Sa qerdhe? 4 qerdhe. 160 qerdhe ku janë. 6 vjetë kryeminist. 4 qerdhe kanë qenë për 17 vite. Ne kemi investuar në 75 qerdhe. Unë personalisht, si ministra arsimit, kam shku te Bedri Hamza, kandidati juaj për kryeministër, kur ka qenë kryetari i Mitrovicës, dhe i kumë thonë mi gjej lokacionet për ndërtimin e qerdheve. Kumë shku dhe të përpari. Dhe të Bedri Hamza. Sa qerdhe i keni ndërtu? Ministrë, dhe shpytje e thjesht, sa qerdhe i keni ndërtu? Klutem, mos të banë zhurmusin. Jo, pyetja shumë e thjesht. Çka ka ndodhur? Lani me u përgjigj. Pra, ne kemi investuar në të gjitha qerdhet ku kemi pas kërkesë prej komunës. Ligjërisht nuk kemi të drejtë me shku në një komunë me ndërtu qerdhe. Në shtime i kemi ndërtu 5 qerdhe. Rren Mitrovic te Bedri Hamza. Te Bedri Hamza rrim konkret. Bedri Hamza nuk e ka sjell asnjë kërkesë. Zonja Lështaku që kam letrën që ju kam dërguar juve personalisht. Unë nuk e kuptoj. Po, dhe të mund të ndjenjë përgjigjesh. Ti mund të dilni në emision edhe të falni ku janë qerdhet. Por në komunën e Prishtinës, sa qerdhe i keni ndërtu në 6 vjet qeverisje? Veç ka që thjeshtë. Në komunën e Prishtinës kemi fillu investimin e qerdhes. Një vit e gjys. Nuk na keni jap lejen me vazhdu punën.
Që ku e ki letrë, 51% ta kështë bërë publike. 51% Qysh nuk të vjen tërpak, me dalë dhe me folë gjana. Po e di që s'vjen tërpak. Zonja Nagovci. Veç pak, koha jo të kaloj? Koha jo të kaloj. U përgjigje, 75. Ne du 75. Arbrije, kaloj koha jote, veç pak 30 sekondat. Unë kesh pyetje. Veç pak. Arbrije, u kry koha jote. U kry koha jote. Personalisht, si drejtoresh arsimit, na keni ndalë ti edhe kryetari jëtë për parim Rama. Po jo, me mos gënje se këshure letrën që ta kum që zyrtarisht. Po, edhe përgjigje ke marrë me njerë. Përgjigje ke marrë me njerë. Dhe aprovimit ta kom shumë. Me njerë ta kom shumë aprovimin. Gjys nuk na keni lejen ndërtimore në komunë të Prishtinës. Përgjigje ke marrë me njerë, prime. Me njerë ke marrë përgjigje. Gjys me ndërtu qerdhe. 51% si mjaftojnë me ndërtu qerdhe. Kaloj koha jote, veç pak. Përmbi njën e tjetëri po flisni. Arbrije. Por është të me thonë ku janë qerdhe. Mirë, kjo po do të përgjigj. 160 i ke përgjigj. Veç pak. Nalu, Arbrije, veç na keni ndalu me ndërtu qerdhe. Nalu, 30 sekonda. Shmunët me ndalu qeverinë e Kosovës. Arbrije, e nalë mikrofonin, vetëm pak. 30 sekondat e Jehonës, mos ndërhyj, vetëm pak. Jehona e kryn se ishte debati për komunën e Prishtinës. Sa ka ndodhë mandej për Mitrovicën. Veç pak Arjan pret. Se kena qerdhe të Arjan. Përfundoje, 30 sekundë. Jo, ne keshëm pyetje. E vazhdon ten, sepse e kryve tondën. Mi pas prioritet qerdhet e Kosovës, i ke premtu 160, bon task force të veçantë, si qeveria e Kosovës. 51% je qeveria e Kosovës, krejt komunave ja u bën planin për qerdhe. Leta përfundon Kur nuk ke potencial me shty qerdhet, ndërtimin e qerdheve, s'ki komunikim me komunat. Vete komunën e Ferizoj, që po e marrë se me që nuk është hiç LDK. Asë një iniciativë se keni pas, asë një qerdhe se keni ndërtu. Komunat tona. Duro, 30 sekonda prapë. Se është shumë e ndryshme. Edhe një tregu qytetarëve. Arbrije, të lutëm, mos i tërhy e merë fjallë. Si ka bo pra, si ka bo qërë. E kam unë nuk besoj. Folni për një tjetërin. Me shumë respekt. 10 sekunda, veç 10 sekunda. Se i kom verifikuar me krejt. As 10 koha e Arjanit 30 sekunda, mos folni për një tjetër. Na dohet me pos kujdes, edhe dohet me tregu integritet. Dohet me fol saktësi. Zonja Nagovci ka qenë ministre e arsimit, edhe po thot, unë kur kum bo kërkes komunë të Mitrovicës, ju nuk ma keni qu as lokacionin e as një kërkes. Është tërsisht e pavërtet. Qa i keni qu? Ja kena qu lokacionin, e ka nis punën, e kalon blokat kuq. Të më qëj gazetorët këshyre, që 5 vjetë të shkolla Migjeni, është qerdhja që është nis prej Ministrisë të Arsimit edhe me të mbloka. Veç e ka nis me bo filme edhe kanë lonë që aty. Do më thonë, pas kum qu kërkes, e pas kum do lokacionin, e pas ke nis punën, veç se thani pas akcit tërsisht, na do të me pos integritet bre, me kon korrekt, po qëj gazetorët, unë po të sfidoj, qëj gazetorët që tash, me të shkollës Migjeni, edhe me të shkollës teknike, në Mitrovic, qerdhja e Ministrisë të Arsimit është në blokat kuq që 4 vjetë. Pro e keni nis, keni bo politik, nuk e keni përfundu. Edhe për pyetjen e dytë, pse keni lonë radën 120 km me u shku në kom 4 Faleminderit, 30 sekunda. Përgjigje. Të dy kolegët janë deputet edhe do duhet ta dinin legjislacionin, sidomos kur flisnin për arsimin. Ligji për arsimin në komuna i jep gjithë kompetencat komunës për administrimin me arsimin para universitar. Për të investu, Qeveria e Republikës së Kosovës, komuna duhet të dërgoj një kërkesë dhe do duhet ta dinit këta se keni qenë drejtoresha arsimit. Se keni premtu pra nëse s'është kompetencë. Komuna do duhet ta dërgoj një kërkesë dhe ministria investon. Në komunën e Prishtinës, ne i kemi pranuar të gjitha kërkesat sikur gjitha ndeshin Shkolla në bloka që su përgjigje për shkollën qërë në bloka. Dhe, për kundër, veç pak jetë se tash një po bojnë 4 vjetë. A o kryqa e shkollë të Migjeni? Kurdo që të me leja, në vazhdoj me Qerdhja të Migjeni që kanë pra, edhe kur keni jap përgjegje, edhe kur keni pru lokacionin, një vit e gjys nuk na keni jap lejen si komunë e Prishtinës. Komuna Mitrovicës që e ka dhënë leje, edhe ju bëj publike edhe një herë këtë shkres, të cilin mund të ashin. Faleminderit koha e Besnikut. U bo. Si keni pas prioritet. Mirë, koha e Besnikut. Ka bon edhe në një 2 fjallë. Kështu. Je drejtoresh. Tek këtu investimet në qerdhe, problemi më i madh që kjo qeveri ja shkakton komunave
është bankrotimi total që është ka ndodhur për shkak të bllokimit të fondeve dhe për shkak të kontratës kolektive. Do të thotë kjo qeveri, kur flasim tek arsimi, i kalon mësimdhënësit, profesorat që dalin pension me 100 euro pension për një ditë. Domthonë për një ditë mos më bë 15 vjet, kjo qeveri e ka hek klauzulën e cila ja kish mundësu me pas aksesin e pensionit plot. Për mu kjo është një ndër temat ma thelbësore, se po dihet që ty beqerdhët si pas ki bo. Që në 60 keni thonë, qysh po felni për hekurudha dhe për qerdhe, 76 një pa që bo Allah ljukoft, pa ashtos me besaj. Si kam boaz 10, Në me thonë, mirë po, ka mundësi me u përgjigj çdo dy pyetje. Pyetja është shumë e thjeshtë, do me thonë, pse i po i blokoni komuna? 30 sekonda replik, pastaj kena pyetje të shpejta se jemi... Edhe e dyta për vendimin që ka ndodhur për profesor dhe mësimdhënësit për pensionim që s'po mujnë me nëzonë për 15 vjeçarit. Dy çështje. E para edhe njëherë, qerdhet. Në komunë të Gjakovës janë ndërtu 5 qerdhe, se i përmende pak të më thonë një. Në shtimet 5 të qeverisë. 5 në Gjakov, 100% investimi i qeverisë. 5 në shtime, që s'ka pas blokad. 8 në Podujev, se jemi bashkëpunues. Në LDK, ju kemi lutë zoj. Nuk na keni jap lezë, ta keni lënë me ndërtu qerdhe, me bo politik. Në Mitrovic, aty ku ka pas kërkes, kemi investu. Asë një kërkes e vetme. Vetë të garantoj. Asë një kërkes e vetme nuk ka met pa u realizu. Keni bo politike, keni lonë. Edhe unë asë një politike drama nuk bëjër. Që i gazetor, që në këtë moment. Që gazetor, edhe në të këshyrë është bërkat Jënë dy, blokada e komunave të cilat është ka vjen prej Ministrisë Finansave në raport me kontratën kolektive dhe ndalimin e fondeve investive, si dhe dyta për, do thëtë, nenin që e keni nale, keni parandalu mësimdhënësit profesorat për një ditë mësë me mujtë me marë pensionin e plot, po jenë me 100 euro. A ka mundësi çdo dyat? Çështja e kontratës kolektive e para duhet me qenë të sinqartë dhe me tregu që nuk është të vërtetë që Ministria e Financave i bllokon komunat. Përkundrazi, edhe kjo është pasojë e keqpërdorimeve dhe abuzimeve të skajshme që janë bërë me referizoj është i bllokuar. Më falë, 10 komuna janë blokume, kanë blokume për shkak. Atë përgjithna. Për ku marrën detyrën si ministra e arsimit, para rëndës, e kam dërgu, bo ma shumë se sa gjithë kusht tjetër. Për kontratën kolektive e më foli, veç për kontratën kolektive. E të tjertë. Mirë. Falni, kemi pyetjet e fundit, jemi në fund debatit. Jemi në fund debatit. Jam mundu me ta rujt pak integritetin për shkak se e profesor. Arbrie, nuk i bashkë me qenë. Ki kërku vit sabatik, ki marrë leje prej fakultetit, për me thonë që ka me shku në studime, ki shku e bo drejtëresh arsimit. Jo, studimet, po unë transparent është e të folë. Ki marrë vit sabatik, na e dim që është viti sabatik. Dhe e bo drejtëresh e arsimit, e ki përdor qëta, me kesh përdore me abuzu e folje për mësimin tërditor. Fonde publike. Po pra, për mësimin tërditor. Pak, besari jo të nga shumë mu. Pak. Edhe tash ti vjen në flet këtu më thus ki e hongre padi sot. E hongre padi publike. Universiteti Prishtinës le ta bën anën e saj. Vetëm 30 sekonda. Se unë jam në sekonda të saj. Jona, kapela publike janë. Argumente jehon. Arbrie, tash e akuzove diçka, prit 30 sekondat e veta i ka. Vetëm pak, 30 sekonda. Veç s'keni qa me bojë. 30 sekonda, unë e po du me ndëgju. Mirë, unë e po du me ndëgju. Veç pasakt. Arbrie, mos i ndërhyj. Mos i ndërhyj 30 sekondat e saj. 30 sekondat e saj. Kjo që... Sinqerisht po të pës, më intereson me ditë për qëta, për arsimtarët edhe profesorat. Më falë veç diçka. U boni akuz që tu jehona e ka fjallën 30 sekonda. Absolutisht, do me thonë është e pasakt. Unë vit sabatik për Universitetit Prishtinës që është institucion publik, marë publikisht dhe kom bo krejt obligimet e mija që është dasht hullumtimet, që është dasht për atë. E kom përmbyll atë,
unë jam bu drejtoresh në kryetare publike, ato nuk marr pagë aty, tash e 4 vjet, unë muaj bile dhe ligjërata pa pagesë. Pagesa është e thesarit Kosovës dhe kjo është transparente. Po pyetja kryesore se s'jena këtu për sqarime individuale, jena për me të kallëzu sa çerdhe i ke bo, mësimin tërditor, se krejt i kena bo, çfarë mbështetje mësuesave ju ke dhënë antit Kosovës, ja u keni thy integritetin i greva, jo edhe pyetjen e fundit, shujtat e ngrota i kanë kërku, shujtat e ngrota i kanë garantu në 2001 sa shujta. Ne pyetjet fundit. Secili prej juve, si kryetar i kuvendit, si kryetar i grupeve të parlamentare, po du me ditë antarët e jujt, partis, a keni me votu në borde njerëz politik a apolitik? E kemi fjallën për ish antar partis si antar gjykatës kushtetuese, në borde tjera që janë pa u zgjedh, po na intereson qasja që keni me pas, besnik për te e për njës. Qasja. Votim është im shef të jetë, po që e din të qysh voton. A qëndrimin më nëshma vetë si politik, pa i votimi është im shef. Qëndrimi i grupi, qëndrimi politik. Votën e më shef të s'mund ta tregoj ty as... Mirë dhe, mund është me qëndrimin politik, po, do të unë kom qenë në 2 komisione bashkë me Arionin kemi qenë në vlerësimin e gjyqtarëve, edhe ka qenë edhe Alberia. Edhe? Vlerësimin e kemi bo plotësisht real, është vlerësimin a herët që ka ndodhë ma real, i mund shumë për gjyqtarët e gjykatës kushtetuese, çeku ki Albrin, çeku ki Arionin. Nuk do t'i votoni njerëz që janë politik, apo ish unë e antar votoj partisë kondumë, më e votoj se bëva ki më thot dikush i partisë që kjo burri i mirë në vot më shef të votoj, ama do me rajt ose më rajt. Qëndrimin, unë vlerësimin e një kandidati, po ju garantoj që tu, publikisht që e bëjmë bazë të performansës e ti atësoj në intervist. A votimi është qëndrim politik, na mirën vesh kërë ne votojmë. Këtë qëndrimi ju i politik, ish antar të partisë, a do t'jen financus të partis, a do t'jen jo politik asnjë, në bordet e pavarura kena fjallën. Në këtë legislaturë ndonë sa është e shkurt, kemi bo një punë të jashtëzakonshme, kemi arrit me zgjedh bordin e RTK-s, me persona profesionist, kemi zgjedh KPK-n, kemi zgjedh antarët përfaqësues e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, dhe në të cilën prej këtyre pozitave i kemi zgjedh njerëzit më të mirë nga ata që kanë aplikuar, dhe do të vazhdojmë të sigurohemi që i kemi personat më të përgjithshëm. Në kuadër të kësaj kohe sime, sepse nuk më la përgjigjen pore. Politika, mas pari, politika a politik? Jetë, lëvizja e ka fitu 51%. Ma shumë se gjysmën e qytetarëve, tash ne s'muj me përjashtu dikon. Ne kemi me zgjedh personat kompetent, profesionist që e lejon ligj. Faleminderit. Që ka që njëherë, qasja juj, qëndrimi juj për zgjedhjen e antarëve të... Albria tha sigur të ke Hashim tha që të ke dihet. Jo, në nuk kam. Veç pak, Ariani, mos ja meri sekundat, jemi në vërteta. Arian. 60% shtetarëve kanë votu lëvizjen, as vetëm përjashtu. 30 sekundat, Ariani, a mundeni mos me ju përzi? Prej vitit 2019, ka fillu një reform edhe brenda Partisë Demokratike të Kosovës, e ka instalu në atë kohë kryetori Kadri Veseli, ku të mos bo pjesë listave as persona që janë në nënhetime ose me akt akusë. Pra, pa tjetër që duhet me mojtë standardin edhe me promovu, po shqetësimi është veç bordin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit, që kam folë shumë për to, me rrekëshyre çfarë emra shkam pru. 3 prej tyne janë me akt akuza për abuzim edhe për korrupsion. Përgjigjet për këto, Johana? Edhe e dyta, si kam edhe e dyta. Apo thot, ç'kjo është çosja që e ka blloku Kosovën. Po thot na i kena 51% çaj bjeki. Kjo i bie që na s'njohum ligj, s'njohum shtet, edhe na imponojmë agjend. Faleminderit. Koha Arian, të prezantu logjikën. Je të prezantu logjikën autoritare që është koha. Jetu e kalu kohën. Johana, koha jote. Institucionet e pavarura duhet me pas njerëz me integritet të lartë, njerëz që nuk i takojnë partive politike dhe që nuk kanë ndikime. Gjithsesi, atë që kemi pa gjatë kohës fundit ka qenë një abuzim total, një prezantim edhe mbështetje e njerëzve të cilët kanë pas backgrounde, jo vetëm me probleme me ligjin, po edhe të infiltruar, domethënë edhe të përfshirë në aktivitete partijake, dhe kjo duhet me u heq si praktik sepse nuk na ka hije si shtet mas kaq viteve që jemi shtet me boksi veprime. Okej, kaq kena kohë për sot, kaq kemi kohë për sot, shihemi nesër në ramat njëjtën kohë në ora 7 deri në fund zgjedhjeve. Natën e mirë.